Muaj mars sjell dy data shumë të rëndësishme dhe shumë domethënëse për shoqërinë tonë. 7 marsi, dita e mësuesit, një ditë që na rikujton në rolin e jashtëzakonshëm të atyre që i formojnë realisht brezat dhe ndërtojnë të ardhmen përmes dijes. Mësuesit janë ata që nuk japin vetëm mësim, por japin vlera, frymëzim dhe më e rëndësishmja besimin tek nxënësit. E ndërkohë, vetëm një ditë më pas, shënohet 8 marsi, dita ndërkombëtare e gruas, një ditë reflektimi për rolin, kontributin, sfidat e grave në shoqërinë tonë, sidomos tani në këtë civilizimin e rritë të themi. Pikërisht për të folur për këto dy dimensione, misionin e mësuesit dhe fuqinë e gruas, në studio unë sot kam kënaqësinë të mirëpres një mësuese që çdo ditë punon me përkushtim dhe edukimin e brezave të rinj dhe mos harrojmë se e bën një rrugë të gjatë vetëm për të arritur tek nxënësit e saj dhe për t'i dashur ata fillimisht e pastaj vjen e gjitha. E ftuara ime sot është edhe mësuesja Arnora Shabani. Faleminderit shumë që je sot prezente në emisionin tonë dhe që ke pranuar nga Kumanova në mëngjes të vish enkas vetëm të përcjellim një mesazh të bukur, të flasim për gjëra të bukura. Faleminderit shumë juve për ftesën. Është kënaqësi të jam pjesë e ju. Janë në këtë ditë kaq të veçantë për mua si mësuese. 7 marsi konsiderohet një nga datat më të rëndësishme të themi në arsimin tonë shqiptar. Çka simbolizon kjo datë? 7 marsi nuk është vetëm një datë që simbolizon historinë e arsimit shqiptar, por është një datë që simbolizon edhe misionin e mësuesit për të ndriçuar mendjen e të rinjve. Është një ditë ku na bën të kujtojmë ata të cilët sakrifikuan që ne sot të gëzojmë, të mësojmë dhe të festojmë në gjuhën tonë. Tani personalisht si mësuese këtë datë ndjej pak më ndryshe, nuk e shoh vetëm në atë këndvështrimin e atyre që urojnë, por ndjehem edhe e uruar dhe reflektoj privilegj dhe përkushtim që tani të ndikoj edhe unë në brezat e rinj. Arnora je një vajzë e re, një vajzë që ke pas një dimension ma gjantë për zgjedhjeve të profesioneve. Sidomos tani brezat e rinj kanë më shumë diapazone, kanë më shumë, mund të shohin gjëra të ndryshme, të provojnë gjëra që askush nuk i ka provuar. Ti përzgjohet të jesh ai profesioni i butë, ai profesioni më i dashur, se gjithë fëmijët kur janë të vegjël dëshirojnë të bëhen mësuese. Pse e përzgjohet këtë profesion kaq të butë? Them të drejtën, kjo ideja që dhe jam mësuese tek unë nuk ka qenë që fëmijë. Vetëm një gjë e kam ditë të sigurt që dua të vazhdoj diçka që ka lidhje me matematika. Me vazhdimin e kohës që kam kuptuar që profesioni i vetëm që bën atë lidhshmërinë mes pasionit për dijen dhe dëshirës për të kontribuar pozitivisht të tjerët është profesioni i mësuesës. Dhe kështu kam përzgjedhur të jem një mësimdhënëse dhe sadopak një udhërofyese te të gjithë ata që kam mundësi të ligjëroj dhe dua të lë gjurmë te nxënësit që paktën një herë kanë qenë pjesë e mësimeve të mia. Ka kaluar në përduart e tua. Thuhet se edhe e thash edhe në kumtesën hyrëse se mësuesit nuk janë ata që vetëm përçojnë dije. Ata krijojnë edhe karaktere të nxënësve sepse fëmijët që nga mosha e vogël e krijojnë atë karakterin e tyre dhe pastaj normalisht e reflektojnë në përditshmërinë e tyre gjatë jetës dhe zhvillimit apo realizimit të tyre si persona. Sa ndjen ti një barë, një rëndësi pikërisht në këtë sferë që fëmijët përpos dijes edhe ti mësosh në përditshmëri, në edukat dhe të jenë njerëz para se gjithash. Po, është fakt që mësuesi nuk është vetëm një transmetues i dijes, se tani informacionet i kanë fëmijët kudo. Ajo që ndikon më shumë ti është një fjalë inkurajuese në momentin e duhur dhe ndonjëherë ajo do të ketë vlerë më shumë se vetë mësimi që e kemi bërë. Më thonë, nuk tentoj të shfaq vetëm atë pjesën akademike, por mbi të gjitha dua të ndikoj në krijimin e karakterit të fëmijëve. Tani jemi, edhe e thash më herët, civilizimi i kohës së tashme, jemi në kohën e rrjeteve sociale, e digitalizimit. Teknologjia e ka bërë punën e vet, nuk mund të gënjehemi. Dhe çdo rol po ndryshon, mund të themi edhe roli i mjekut ka filluar të ndryshon, sepse me anë të robotëve po zhvillohen operacione të ndryshme dhe mjaft të suksesshme. Sa ka ndryshuar roli i mësuesit kryesisht në këtë kohë, krahasuar me ato vitet më parë ku mësuesi ka që një person serioz, nuk kemi guxuar, jemi frikuar. Tani ekziston që për mua është një gjë shumë e bukur, ekziston ajo afërsia, ajo përgdhelja, ai llastimi mes mësuesit dhe nxënësit.
po tani nëse analizojmë pak me kohën e kaluar, më parë mësuesi ka qenë ai burimi i informacioneve dhe në momentin që mësuesi ka ardhur në klasë për fëmijët ka qenë një pikë që tani qetësi dhe nuk ka asgjë tjetër, mbaroi gjithçka, kurse tash vërej shumë tek fëmijët se informacionet janë të qasshme kudo. Thash edhe më herët, ata mund t'i marrin nga teknologjia, nga rrjeti, ChatGPT ju jep gjithçka, fatkeqësisht matematik nuk ju tregon. Po ka gabime, po. Por kam vërejtur shumë se mbi të gjithat e fëmijët ndikon ajo mënyra pozitive kur i presim në derë dhe e thatë edhe ju që t'jemi sa më të afërt, të fillojnë të dojnë si personalitet, pastaj fillojnë të dojnë edhe lëndën dhe të jenë më serios në mësim. Çfarë sfida po përbalen sot mësuesin, si mëdhënësit ta them në përgjithësi në procesin edukativ, sepse sa është e mirë kjo afërsia është edhe keqe, ka atë problem ku ndonjëherë edhe mos përfillet, ndonjëherë anashkalohet, momentet ku fëmijët tani i kemi edhe më impulsiv, nuk i marrin gjërat aq seriozisht, e kemi atë trekëndshin mësues, fëmijë nxënës edhe nxënës mire thash ku tani kanë më shumë liri edhe nga prindër. Ka një, sa është e mirë, ka edhe një të keqes. Sa është sfiduese kjo për t'u përballuar? Patjetër që është shumë sfiduese, sepse mbi të gjitha duhet të gjejmë mënyra si ta mbajmë motivimin e fëmijëve gjatë orës, sepse ata tani jetojnë në një botë që është me shumë leramani, shohin gjithçka dhe të mësuarit sikur e kanë lënë në dorë të dytë. Për atë arsye ne duhet të gjejmë metoda që sa më shumë t'i mbajmë të motivuar. Tjetra, e cila është një sfidë shumë e madhe për ne si mësimdhënësh, është pjesa që vazhdimisht kemi ndryshime në metodat e mësimdhënies, fatkeqësisht. Ka gjenerata që kanë filluar me një metodë, tash vazhdimisht ju vijnë tjerat edhe sikur ata kanë është problem adaptimi. Po, është shumë problem për fëmijët. Ne mundohemi maksimumin ta japim që t'ju përshtatemi, por vërej që te fëmijët është pak më e vështirë ta pranojnë si ndryshim. Armona, në një klasë kemi laramani, kemi nxënës të ndryshëm, kemi nxënës të cilët normalisht kanë shumë rezultate të mira, por kemi edhe nxënës të cilëve u duhet një mbështetje shumë e madhe për të arritur deri tek ai rezultat, sepse ata e kanë inteligjencën, e kanë frikën nga ana tjetër dhe ajo nuk i lën që ata të japin në pak më të mirën dhe të tregojnë atë që ata munden. Si ballafaqoheni, si arrini ta marrni këtë bilanc, nga njëra anë të inkurajoni ata që kanë nevojë dhe nga ana tjetër ti motivoni apo të jeni përkrahës për ata që thjesht me temperamentin e tyre e tregojnë atë që e din? Mënyra më e mirë, kam vërejtur me provat që kam bërë deri tash, është diferencimi i mësimdhënies. Të ndajmë detyrat sipas niveleve dhe më pas të thonë nxënësve jo vetëm ti je për notë kaluese të punosh dhe do qëndrosh aty, por si mënyrë motivuese është i thua që provo prej te kjo e pastaj edhe ti do të arrish të kalosh te grupa tjetër. Domethënë ndahen nxënësit në grupe, tregojnë detyrat sipas niveleve e pastaj kjo është një motiv që nxënësit të përpiqen dhe të ndjehen të vlerësuar se okay, unë mundem të kaloj te grupa tjetër. Po, ashtu e shoh që ka shumë efekt. Do arri aty, do dalë. Do dalë te grupa tjetër edhe e shoh që vazhdimisht punojnë dhe janë më të fokusuar në atë që bëjnë. Kur jemi te fokusi, sa është edhe e vlerësuar sot puna e një mësimdhënësi apo profesioni për dallim me kohën e kaluar? Besoj që respekti për mësimdhënësit ka qenë gjithmonë, por mendoj se mësimdhënësit duhet të vlerësohen dhe të respektohen edhe më shumë, pasi që fal mësuesëve formohet secili profesion tjetër. Mëse e vërtet. Sigurisht ke pasur momente interesante me nxënësit gjatë punës, gjatë gjithë kësaj periudhe që ti je veçse më në botën e tyre, je në pjesë e jetëve të tyre. Ka pas ndonjë moment më prekës i cili apo më emocionues i cili ty të ka bërë që asnjëherë mos dorëzohem nga ky profesion? Them të drejtën, ky profesioni i mësimdhënies është vetë një profesion me motive dhe mësimdhënësit gjithmonë i shohin të gjitha situatat me empati. Nuk di të veçoj një rast specifik cili ka qenë pak më emocionues, por ajo që vazhdimisht vërej dhe më prek është pjesa kur shoh fëmijë që kanë shumë potencial për të arritur, por prap kanë ose ndonjë problem familjar ose problem financiar, edhe kjo ju ndikon negativisht që ato të arrin deri në qëllimin e tyre.
Mirë po, kur vërej që ka rastet të tilla, mundohem maksimum të jap përkrajen e nevojshme dhe t'i bëj të kuptojnë vlerën e tyre. Ajo është një pjesë që edhe më prek, por edhe më gëzon njëkohësisht. Nëse një ditë një nxënës i yti do të thoje për mësuese ma ke ndryshuar jetën, çfarë do thoshte kjo për ty? Do të përgjigjem shumë shkurt, shqip dhe qartë, për mua kjo do të ishte një mision i përmbushur. E kam arritur atë që e kam arritur ai që dua, ai që kam qëllim ta bëj dhe mjafton me një fjalë të tillë të ndjehem tamam edhe unë që është kryer si mision. Biseduam pak vetëm për programet e mësimdhënies dhe ajo që shkakton një problematik mjaft të madhe edhe tek fëmijët, sepse ata derisa koncentrohen, derisa e mësojnë në një gjë, duhet të adaptohen dhe ata e kanë të vështirë, sepse mendja e truri i tyre sa është në mësim, sa është jashtë tek lodra, sa është pak te kompjuteri, sa është pak te telefoni. Çfarë duhet të ndryshon në sistemin arsimor, e që edhe mësuesit mund ta kryejnë edhe më mirë misionin e tyre, po edhe nxënësit ta kenë më të lehtë dhe mos të kenë ato brengat se tani çfarë do ndodh, tani si do ndryshon gjithçka. Mendoj se që të kemi një sukses të mirëfillt në sistemin e arsimit që kemi tani duhet të bëhet një ndryshim rrënjësor. Nuk shoh diçka konkrete të potencoj, por them ndryshim shumë i madh. Ne si mësimdhënës të gjithë jemi të aftë të pranojmë çdo ndryshim që bëhet, vetëm të jetë në të mirën e nxënësve. Ka nxënës të cilët fatkeqësisht ndoshta nga ai botkuptimi i tyre nuk e kuptojnë rëndësinë e shkollës. Një mesazh dua nga ti, derisa nuk dalim në temën tjetër, një mesazh nga ti dua për të gjitha ata nxënës, fëmijë të cilët ende nuk e kuptojnë zanafillën e shkollës, se sa është e rëndësishme, se unë personalisht për vete them ndonjëherë po të isha kthyer në kohë gjithçka rreth shkollës do kisha bërë ndryshe, edhe pse kam qenë shumë mirë, po ndoshta do kisha tentuar të bëj edhe më mirë. Pas një kohë e kupton se ku kanë qenë gabimet e tua, ku është dashur të jesh më mirë dhe çka është dashur të ti kushtosh më shumë rëndësi. Çfarë do ju thojë atyre nxënësve që tani për tani e kanë sikur gjithçka do bëhet, po. Për ata nxënës kam vetëm shumë pak fjalë për që besoj se do t'ju ndihmojnë, të mos e shohin shkollën si një detyrë apo obligim. Shkolla është një mundësi shumë e mirë. Nxënësit duhet të investojnë në dije, sepse dija është pasuria më e madhe që kanë dhe është e vetmja që nuk mund t'ja marr askush. Mëse e vërtet. Arnora, me ty do e diskutojmë edhe rëndësinë e ditës 8 marsi, ditës së gruas, dhe kam derin që kam një mësuese e cila është edhe grua edhe mësuese, i ka dy profesione, sepse për mua edhe të jesh grua është profesion, sepse ka jashtëzakonisht shumë angazhime në vete dhe padyshim të gjitha ato ne duhet i mbajmë bisupet tona, edhe pse janë të padukshme, në fund të ditës pa i kryer ne, nuk do shifen dhe nuk do preken. Shpesh festohet me lule dhe urime, po për te kësaj simbolike, çka përfaqëson kjo ditë, përveç luleve dhe atyre tani fotove që na vinë në WhatsApp? Pikë së pari ndjehem e privilegjuar që në mesin e shumë grave që janë të suksesshme në ditën e sotme, të jem unë këtu në emisionin tuaj dhe të flas për këtë temë. 8 marsi është një ditë reflektimi për sfidat që gratë kanë kaluar të arrijnë të kenë rolin dhe vendin në shoqërinë që kanë sot. Dihet se për gratë ka qenë më sfiduese që t'i kenë këto arritje dhe për atë është një moment që duhet t'i vlerësojmë dhe t'u falenderojmë për gjithçka që kanë bërë që ne t'i kemi këto të drejta sot. Këto të drejta sot. Roli i gruas në shoqëri ka ndryshuar me kalimin e kohës, e dim tek brezat e mëparshëm. Si e sheh këtë ndryshim? Ndonjëherë të duket se është më i tepruar se që duhet, apo jemi aty ku duhet të jemi? Përkundrazi, unë kam një mendim pak më ndryshe, unë shoh se ndryshim ka shumë të madh, mirë po besoj se na duhet ende punë që të arrijmë deri te barazia e plotë. E kisha fjalën se në ca raste, ca mendimet dhe ca citimet të them, rolin e gruas e shohin pak më ndryshe apo më të evropizuar se sa që i japin më shumë të drejta gjërave të cilat edhe janë të pahishme dhe i bëjmë dëm vetë gruas dhe vetë mendimit të... Normalisht që për ato gjëra që na bëjnë dëm, jemi të gjithë kundër edhe ne si femra nuk i përkrahim, mirë po sa i përket të drejtave që gëzojmë për punësim, për shkollim, tani do e flasim atë. A mendon se tani gruaja ka më shumë diapazone, më shumë hapësirë që të arrijnë dhe të zhvillohet, të realizohet në profesion?
patjetër që po në krahasim me brezat e kaluar, me kohën e kaluar, tani gratë janë shumë të shkolluara, tani nuk e shohin shkollimin sikur arritje, po e shohin si nevojë patjetër. Kemi patjetër ta bëjmë dhe pse jo. Ma herët ka qenë edhe problematike vetëm të diskutohet se të shkojnë në punë, ndërsa tani puna është një gjë. Sikur është, po, a je të punu? Sikur kuptoj që punon një grua, është normale. As nuk vjet në pyetje. Në jetën e një grua je shpesh ndërtyrën shumë role, e thash edhe në fillim. Profesioniste, nën, bashkëshorte, vajzë, motër, mos harrojmë se ne jemi këtu edhe për vëllezërit tanë, të pamartuar, të gatuajmë, të kujdesemi për ta. Sa e vështirë është një balans mes gjithë këtyre gjërave, profesioni, amësia, fakti që je motër, fakti që je shoqe, fakti që je bashkëshorte, sa është e vështirë? Dhe në fund të themi mirë jemi këtu. Unë besoj se gratë si natyrë vetë janë të atilla që pranojnë të bartin përgjegjësi edhe më shumë se sa munden, mirë po që të arrihen gjitha këto besoj se është shumë e rëndësishme që të ketë një përkrahje nga familja dhe pika më kryesore është të ditë të bëjmë menaxhimin e kohës, që në këtë mënyrë të arrihet një ekuilibër në mes jetës personale dhe jetës profesionale. Kur ndahen këto dy, atëherë jemi në rregull. Atëherë jemi në rregull. Më herët e komentuam dhe diskutuam se tani puna është një gjë e cila është e padiskutueshme. Sa është e rëndësishme që tani në këtë kohë të ketë gruaja një pavarësi ekonomike dhe profesionale? Mos të paragjikohet dhe paratë e saj të jenë të saja, apo t'i ketë të sajat për nevojat e veta dhe mos ketë nevojt t'ja kërkon familjes, në zbabës, burrit, vllaut, askujt. Pa diskutim që kjo është shumë e rëndësishme, pasi ja jep vetë atë mundësien që gratë të jenë më të lira të marrin vendime për jetën e tyre, të mos varen nga dikush tjetër. Ti je në profesionin e mësueses dhe shumë lehtë mundesh të ma japish përgjigjen e kësaj pyetje, se si mundet ti shtym, ti motivojmë fëmijët që edhe ata të rriten me respekt dhe barazi ndaj grave. Sepse gjithçka fillon nga mosha e re, të them. Gjithçka fillon nga mosha e re, po unë besoj se pika e parë fillon nga familja. Fëmijëve u duhen ta kenë një shembull në familje, nëse ata shohin që prindërit e tyre kanë një barazi në mënyrën se si funksionojnë, po padyshim që do të vazhdojnë edhe për veti të jenë të tillë. A mendon se shkolla e jep një mundësi dhe ka një rol në formimin e mendimit apo një mentalitetit më të mirë për barazinë gjinore? Absolutisht. A bëhen aktivitete të cilat tregojnë se gjithë jemi të barabartë, nuk ka lidhje se ti je femër, ti nuk mundesh apo ti nuk duhet ta bësh një gjë të tillë? Absolutisht, shkolla është vendi ku krijohen idetë dhe qëndrimet e fëmijës si personalitet, patjetër që ndikojmë edhe në këtë pjesë. Si mësimdhënës mundohemi vazhdimisht që në të gjitha projektet vazhdimisht të inkuadrojmë edhe vajzat edhe meshkujt. Të mos ketë dallime këtu do të marrim pjesë vetëm meshkujt ose këtu vetëm vajzat. Çdo herë në grupe pika kryesore është të ketë kombinim të dy palëve. Cilat janë stereotipe që ende gratë shqiptare kanë paragjykim vetëm sepse janë një grua dhe kjo ndodh në shoqërinë tonë? Edhe pse thash më herët tani kemi zhvillim shumë të madh sa i përket rolit të gruas në shoqëri, prap ka nga ato stereotipet e fshehta një shembull konkret, do ta merrja në pjesën e punësimit. Vazhdon të ketë punë që shihen nga shoqëria sikur tipike vetëm për burrat. Ose tipike vetëm për gratë. Ose vetëm për gratë. Se dua të bëj një pyetje, a ka paragjykime, po ti je mësues është tamam për gratë? Punë për femra është veç puna anartse. Çdo ditë thuhet tamam për femra, por nuk e kuptojnë se e shohin këtë sikur tamam për femra se 3 orë je në shkollë dhe pastaj i ke punët e shtëpisë. Por nuk e kuptojnë se ato 3 orët në shkollë janë sikur 30 orë sepse ju keni 40 orë në fakt. E keni orarin ditaren elektronik keni angazhime. Të tjerët e shohin sikur 3 orë je në shkollë dhe u kryeni pastaj ti shërbeni pjesës në shtëpi. Po nuk është e tillë, domethënë jemi vazhdimisht të angazhuar. A ka pas ndonjë grua e cila të ka frymzuar ty në jetë? Cili emër do t'i shkonte më shumë kësaj përgjigje, po se emri të nënës.
Patjetër që nëna ime ka qenë ajo që më ka motivuar dhe me vetë shembullin e saj më ka mësuar vlerën e forcës, punës dhe mënyrës për të ballafaquar çdo sfidë që më vjen. Edhe përkrahasja sigurisht më e madhe në çdo vendim të ndër. Vajzat motivohen duke e diskutuar pak para emisionit se njerëzit motivohen secili duke dhënë mendimin e tij pozitiv, duke inkurajuar, duke motivuar. Si do i motivonim sot vajzat e reja që ta fusin në kokë se kanë nevojë për një jetë të pavarur dhe për të luftuar për atë që u takon? Vajzave të reja do ju thosha të vazhdojnë të investojnë në dije, sidomos në arsimim dhe në zhvillim profesional, sepse kjo është mënyra e vetme që ata të ndihen të pavarura dhe ta kuptojnë rolin e tyre në shoqëri. Çfarë duhet, se jemi te shoqëria, çfarë duhet të bëjë shoqëria që gratë mos luftojnë? Se tërkohën themi kemi luftuar për të drejtat e tonë. Mos të luftojnë, po thjesht ti kemi ato të natyrshme, thjesht të jenë tona, si që janë edhe të drejtat e njeriut. Ashtu, shoqëria së pari duhet të ofroj një arsimim cilësor që i përfshin të dy gjinit pra po e ceki, po mbi të gjitha unë mendoj se duhet të krijohet një kulturë mbi respektin e gruas, dhe atëherë gjithçka vjen natyrshëm. Një mesazh dua se si ta përkufizojmë rolin e një gruaje dhe vlerën e saj në shoqërinë tonë së vetme. Si e përkufizojmë rolin e gruas në shoqërinë tonë? Gruaja është shtylla e familjes, po edhe e shoqërisë kudo që ndodhet dhe vetëm me mbështetje ndaj gruas mund të arrijmë atë bashkëpunimin që të kemi suksese në çdo sfidë që shkojmë. Dhe për fund një pyetje se tani si ti të kalojmë stereotipet që na gjuhen çdo ditë për profesionin, për punën, për mënyrën se si funksionojmë. Thjesht mos t'i dëgjojmë. Mos t'i dëgjojmë fare. Të lutem Darnora. Faleminderit për pozitivitetin që hadhe kësaj studio e sot. Besoj se ishte një bisedë shumë produktive, më pëlqyen përgjigjet e tua koncize, të qarta dhe mjaft me motivet të cilat të japin një kurajo për një të ardhme, se ekzistojnë vajzat të cilat mendojnë ndryshe, veprojnë ndryshe dhe kontribuojnë më e rëndësishmja për të ardhmen tonë. Faleminderit shumë edhe juve që më ftuat të jem pjesë e juaja, ishte kënaqësi shumë e madhe. Mësuesit janë ata që mbjellin farën e dijes dhe vlerave tek brezat që po ndërtojnë të ardhmen. Ndërsa gratë me forcën dhe përkushtimin e tyre dhe rolin e tyre në shoqëri vazhdojnë që të jenë shtylla e familjes dhe e zhvillimit të komunitetit. 7 dhe 8 marsi janë një kujtesë arsimi dhe roli i gruas. Janë dy nga themelet më të rëndësishme të një shoqërie të shëndetshme dhe të përpunuar.